qëndron në ndërgjegjësimin, mobilizimin, fuqizimin e qytetarëve, sidomos të rinjve për të kërkuar transparencë, përgjegjësimin dhe integritetin në jetën publike. Ndërgjegjësimi qytetar, promovimin e pjesëmarrjes demokratike, avokim për reforma institucionale, përdorim i komunikimit modern dhe artit si mjet proteste, krijimi një modeli të ri aktivizmi. Në thelb, misioni i lëvizjes mjaft është të thotë mjaft ndaj apatisë, indiferencës, padrejtësisë, duke promovuar një shoqëri më të drejtë dhe më të informuar dhe më të përgjegjshme. Në kuptim më të gjerë, ajo përfaqëson transformimin e protestës në kulturë nga zemërimi spontan në aktivizëm të qëndrueshëm. Dimensionet: qytetar, institucional, arsimor, kulturor, social, etik. Lëvizja mjaft ka pasur që nga themeli i saj në vitin 2003 një mision të qartë qytetar dhe demokratik, të nxjisë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në jetën publike, të luftojë apatinë, shoqërinë dhe korrupsionin politik, të promovojë transparencë, përgjegjësi, kulturë demokratike në Shqipëri. Në thelb, misioni i saj synon të zgjojë ndërgjegjen qytetare për të thënë mjaft dhe abuzimeve me pushtetin, mungesë meritokracie, shkelje të drejtave të njerëzit, varfërisë së zërit qytetar në vendimarrje, indiferencës kolektive dhe padrejtësisë. Cilat janë drejtimet kryesore të misionit të mjaft? Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse, promovimi i transparencës, llogaridhënies, nxitja e rinisë në politikë dhe shoqëri civile, zhvillimi i një